Shqipëria ka firmosur 3 marrëveshje të rëndësishme me qeverinë gjermane për investime në sektorin e energjisë, me një financim total prej 114 milion eurosh, nga të cilat 90 milion euro janë hua dhe 24 milion euro grant. Marrëveshjet u nënshkruan në prani të ministrit të infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi dhe ambasadorit të Gjermanisë në Shqipëri Karl Bergner. Rreth 90 milion euro hua dhe rreth 24 milion euro grant. Ku marrëveshja e parë lidhet me eficiencën e energjisë në sistemin e transmetimit, bëjmë digitalizimin e gjithë sistemit të transmetimit, duke dhënë mundësi që të automatizojmë edhe gjitha proceset që lidhen me ndërlidhjen në stacioneve dhe operimin energjetik. Marrëveshja tjetër lidhet me rehabilitimin e hidrocentralit të Vaudejes, një nga veprat tona energjetike publike më të rëndësishme, e cila përsëri me ndihmën e KFV-s dhe qeverisë gjermane ka angazhimin për të rehabilituar dhe tashmë kjo marrëveshje është në vijim të punës së mirë që është bërë deri tani përsëri me qeverinë gjermane dhe me KFV-n për rehabilitimin e këtij hidrocentrali. Dhe marrëveshja e fundit, marrëveshja që lidhet me qytetin e studentit dhe me rehabilitimin në kuadrin e eficiencës së energjisë së konvikteve për studentët. Ambasadori gjerman Karl Bergner e cilësoi sektorin e energjisë si fushën më të rëndësishme të bashkëpunimit financiar mes dy vendeve, duke theksuar se 3 marrëveshjet e firmosura forcojnë partneritetin mes KFV-s dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Prodhimi, transmetimi, shpërndarja dhe reforma e sektorit e energjisë janë pjesë e angazhimit tonë të përbashkët dhe marrëveshjet e nënshkruara janë në këtë drejtim. Ato përforcojnë bashkëpunimin që kemi ndërtuar prej vitesh dhe shënojnë fillimin e një bashkëpunimi edhe më intensiv në të ardhmen, duke shoqëruar Shqipërinë në rrugën drejt Bashkimit Evropian.